И покрај тоа што албанскиот премиер Еди Рама тврди дека така наречената албанска платформа е автономен документ на албанските партии од Македонија и не е мешање во внатрешните работи на Македонија. Бројни изјави го говорат спротивното. Албанските медиуми уште кон крајот на минатата година објавија дека платформата била подготвена од владата на Албанија и понудена на албанските партии од Македонија. За ова известуваше и телевизијата Визион Плюс на 28 декември. Qeveria shqiptare ka përgatitur një dokument këshillues për të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoni, ku përcjell pozicionin e saj rreth qëndrimit të faktorit shqiptar në vendin fqinj. Vizion Plus ka mësuar se kryeministri Edi Rama do t'ja përcjell këtë letër në takimet që do të ketë ditën e njëjtë me drejtues dhe përfaqësues të subjekteve politike shqiptare. Interesi më i madh i Tiranës zyrtare është ai për të pasur një përfaqësim sa më të plotë në qeverinë e ardhshme të Shkupit, me qëllim ushtrimin e presionit pozitiv nga këto subjekte për të mbrojtur interesat e popullsisë shqiptare në Maqedoni. Këtij dokumenti ka paraprirë një takim që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar me kreun e BDI-s Ali Ahmeti në Tiranë. Албанскиот премиер Еди Рама тврди дека не се меша во внатрешните работи на соседната земја, но и по подпишувањето на платформата во интервјуата за медиумите директно го правеше спротивното. Fqinjët tanë kanë një popullsi shtetëformuese atje, pa cilën nuk ka Maqedoni, edhe ju shkon mendja se mund t'i trajtojnë si qytetarë dorës dytë. Nuk janë refugjat në Maqedoni. Janë pjesë integrale e një populli me dy etni të ndryshme, Македонец dhe Shqiptar. Дека зад платформата стои Рама смета и председателот на партијата Црвено-црна алијанса од Албанија Крешник Спахију. Тој го критикуваше Рама дека на овој начин директно влијае на формирањето на македонската влада. Po sepse përsëri kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragjile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë palë njanshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht njanshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njeri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekretonte qeverinë dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyn në punët e brendshme dhe destabilitetin e Maqedonisë. Истото го потврди и партијата Беса, која е еден од подписниците на платформата. Тие испровоцирани од тврдењата на ДУИ дека документот е донесен на нивна иницијатива, напишаа писмо до Рама во кој објаснуваат дека без посредство од страна на албанската влада нема да прифатат да седнат да преговараат со ДУИ.